Mas 8 vjete, me ndihmën e babës tonë për Italijës, e marrëm një shtëpi edhe kanë pa dyrë, pa prezore, pa qashtu bënëm 3 familjet në vend, kanë ardhur të na kena ne 3 familjes bashkë afër 4 vite. Du me thonë, këta 3 familje afër 20 vite i kanë krejt në për shtëpia të huaja. E në rritë për gazepe. Ka të rëthmi, asë shtëpi me nërsi asë në vajtora së këllo. Vlavi jem me 10 gra në me të nëvijusha, ka një bremi javë qitë ke kalamash, o ko një mullin klakot, e shkoj, a nuk ishtë një ke gratë më në jarë ke të pishkata, e javë qitë ke bremi. Në mërgim, këta burra organizohen në grupe të ndryshme. Bati Tërpeza arrin deri në organizatën e kombeve të bashkuara duke lobuar për çështjen shqiptare, ndërsa Hajrullah Tërpeza në bashkëpunim me shërbimet sekrete perëndimore zbark Qipëri. Hajrullah ju konë më i rrezikshëm për të gjithë emigrantëve që jashtë. Hajrullah ju konë i medicinë. Vanin e punës e ka posën bazat të amerikane. Hajrullah Tërpeza, sa e dione, ka punu në Cien e Amerikës. Gjarë për në shkonë, nuk ti shkonaj. Tërpeza ka ditë 11 gjumë. Pa Hysén Tërpeza ka thonë se Hajrullah Tërpezën e kam kraj i gjatë. Po që shedi une, kjo kone në hovin e porë kone në 1903. Tretën u konën, edhe u zonë të na u drëzur të në Jugoslavi, edhe ka ne të në përburge, Prishtinë, në Vitije, në Gjillane, e kanë tërtu, e kanë prunë të 29 kile. Në qëllë, tha, une me shku, tha i thash atyne qenë bera tha në Jugoslavi, une nuk jemi Shqipëris, ti që aty në Kosovë që po mjekin vlaznit e mi, me rëzu politikin e tina, të në mirë, ati komunistin. Me aeroplan i ka quhe, Anglia, me aeroplan i ka quhe aty të Luga, aty konslira, kanë pas krejt, orë me buke krejt. Aty tha kena pas helmin këto, më zonë në Shqipni, pije helmin edhe mos kish ka asej. Of Jugoslavi më së bënë marak, i kish pas garantua të erit ajo. Jo konë edhe një herë në Kosovë, o konë 55. A i ka nejtë 3 muaj. Pa 3 muaj i bonë gotin por, vetëm 6 jo ka nejtë të shpia. E morë në vitin, për vitin se që unë gjilan. Qashtu, qatë që kanë posë frige në mora ati, ka posë e pronga në kam edhe në dorë. Shqipëria, Hajrullah Tërpeza kalon në Jugo dhe pas disa muajsh burg shërbimet diplomatike perëndimore e kthejnë në perëndim. Duke parë këto raporte të perëndimit me Jugosllavinë e Titos, Hajrullah Tërpeza, nga kundërshtarja e Enverit në fund të viteve 70, viziton disa herë Shqipërinë. Supozohet të këtë pasur kime me Mehmet Shehun Azbiun, me qëllim koordinimit të luftës për ndihmë lirisë së Kosovës. Në të njëjtën kohë, vë kontakte me grupet e reja revolucionare që po lindnin në perëndim dhe takohet me tjerash edhe me Hydajet Hysenin. Enverin nuk e ka dosh në atë kohë, asnjëherë, por unë sa di më vonë u kon i barabart për atë dhe si Enveri, si gjithë ne. Ka fundi i 78 anonës që të pona. Ka 78 anonën, ka ndryshu dishka. Kjo kanë kuna komunizmit, në vallojën e shetë rrundu këtë, kanë rru në fund. Po me gjithë një farë rëgdalje për kur vjen një ditë për me limu njëri tjetrit për me ira Jugoslavijes. Në demonstratat e 81-shit në të gjitha ka marrë pjesë, Shqiponja ne ka pasur në gjëks. Mehmet Hysenin në qëllën vetë nuk e dije, kur o konë vitin e parë, i në takuan me Hydajet Hysenin, Abdullahi dhe unë Jakub Halimi. Bisedat vetëm me Hydajetin, na vetëm këmi ndëqur. Vdekja e tij tragjike edhe sot interpretohet si atentat dhe mbetet mister. Hajrullah, e ka hongër Udba e ka hongër,
me ata shokët e vetë. Se Hajrullah i Shtira ka në aksident me qitë. Si mas neve nuk është aksident. Si mas neve ja kanë para pregadit Jugoslavet. Por, unë e kom pyet Hysen Trpezen. A ja kanë para pregadit? A i më thot, jo. Unë e kom po me sytë me, a i ka pas ndeshje. Asi dhe konë aty me ditë se na i këna asi këto punë, po këna mujtë me argumente me posë. E di shka ka posë, po na nuk këna mujtë me zbulu. Rinjohjet e burrave me pasardhësit e tyre u ngjajnë baladave më të bukura, sikur historia jon i përsërit ato balad. Taku me 12 korrik 1967, babën edhe dy kushenet Ahmet dhe Hajrullah Trpezën në Minhen të Gjermanisë. Pra herë të parë mas 24 vjetë. U konë edhe një herë në Kosovë, u konë 55-ën. A i ka nejtë 3 muaj. Kur e kum pa aty baftia i Dari Trpez, e kum kap derën, shkëm në shenë. Oga ka ardhë. Nuk qarë si kishke pa një për qatë dere, unë ka këshyrë. Edhe e kum këshyrë. Asë më ka njoftë, asë e kum njoftë. Edhe ka ardhë, kur ka ardhë, unë edhe s'pujta me qëndru. I që i kum thonë, a këtash a jetë e vre, tha po. Jena ma në grek, aj s'ka qitë piklioti, valla unë s'mujta më dëru. Shku në banesë, ku shku ma që të ne shku në pasmur banesë, shqiptarë plot, për të në hondët Kosovës. Dhe nuk u kondi letë, u kondi të vështirë. Kur kom për herë pa, unë i kom po 10 vjetë. Mi po në rrita pa babë. Njeri që rritet pa baba i gjallë, pa baba. Vrasjet e dhuna për ata pak burra të mbetur në Trpez nuk përfundojnë ndonjëherë. Më 1958 në ushtet jugoslave vritet Gjymshiti, djali i Baftit Trpez. Gjymën e kanë marrë ushtar korrekt vitit 1958. E kanë qunë Ben Kovaz në Dalmaci. Gjyma shumë mirë u sjellë me ushtar edhe me epror, deri ku dokumenta pe komunës Vitinjës. Kur i kanë shku dokumentat për shkaqe politike, gjymën e kanë marrë në pyetje. S'disa herë pas shokëve që u ka kallëzu. Pasi mas fjalëve të Gani Hasanit nga rrethi PS, kur u shupi ushtrisë, ka ardhur ka kallëzu të gjyma është i vrarë. Atmet u kon kujdestar kapetan i parës vllaz Vojvodish Danila. Çatmet gjovra, kur e kanë vrarë gjymën, e kanë marrë të nesën dhe kanë çu telegramin që ka dek për vetvetit. E ka marrë ushtria e Jugosllavisë, e ka ngarkuar kamion, e ka pru të shtëpia, s'na kalon sanikin me qel. Ka thonë ky njeri ka dek për vetvetes, nuk ka nevojë me qel sanikin e tina. Para syve të ushtrisë e kena varros, ata kanë shku, më kush na ka vetë se qysh u vro, a shka u bon, a kur gjo. Mas 51 vjetë Rëshdia e ka prenu që gjymën e kanë vro, se nuk ka guxu me kallëzu për para. Bile unë e kur hinë aty, ja nisi po kanë edhe më kërkoj falje. Thamë në falë, nuk më guxu me kallëzu. Se ky u konë mini kasarni me gjymën. Ky është konë në katë partë ke vetë, gjyma u konë dytin katë. Ka ardhur një oficer, se këta në konë ushtarë të rinjë, nuk ja detke, më ka qupi krevetit, më ka thonë qu, hajde e në rrë gjymën. Jena qu, këna shku, këna dalë në për krokë, po thirimi gjymë, s'ka kërkunis. Këna dalë të tenka fundit e këmë patë vranë, edhe këmë ngajt, mi janë qitë, s'më kalon. Më ka thonë, mos se prek se nuk ka punë e jote, ti kime qu për Kosovë. Edhe kalzan, që shka vdek të abojnë në mazi se këtina. Në Trpez, pos plakës për kujtimore, tani po bën përgatitjet e fundit që pas më se 70 vjetësh djemtë e saj t'i kthehen tokës së vet, t'i kthehen asaj toke pa të lënuritën dhe për cilën sakrifikuan gjithçka. Hakia e ka në Washington, Emini e ka në Turki, Hajrizi e ka në London, në Angli po mendoj, Baftia e ka në Gjermani, Ahmet e ka në Gjermani, edhe Hajrullah e ka në Gjermani. I vetëm Hyseni ka hapë shpi. Në metin parë në 2004 e ka marrë iniciativën për kthimin e 8 luftetarëve të luftëtarët të Hysen Trpezës. Këta janë Bafti Trpeza, Haki Trpeza, Ahmet Trpeza, Hajrullah Trpeza, Emen dhe Hajriz Trpeza, Izet Ali Dema, pi Pozhroni, Remnikit. Edhe këta janë konë bashkë me ta.
Mesazhi i bashkëluftëtarëve të Hysen Tërpezës për pasardhësit e tyre është mësi dhe dëshmi e jetës e tyre prej luftëtarësh për Shqipërinë etnike. Mas vdekjes titës, Jugosllavi nuk ka me pas, sa shka nuk e dim. Jugosllavis ka me hup emni krejt, si që la Republikë ka më konë shtetë veti përfshi edhe Kosovën. Se kemi liftu për interesat e tona personale, po kemi liftu për një Shqipëri etnike dhe të bashku. Por mirë bo që erdhe, po të na kishe pasur një grush dhejtë Kosovës, të kishmi morë se i vjen era Kosovë. E për to kemi liftu. Nuk kemi liftu për parti, nuk kemi liftu për interesat e tona, po për një Shqipëri etnike dhe të bashkune. Qena u paska thonë Isën janë gjalloj përshoj me dalë Ani qeni fojt gushtu o shkonë Qatë për qehre me si me palanë Prim të modhe pejtu taj po manë Nisën syt ju shatalun të dënonë Jap komandën fotor pedaljan Hyse Tërpezës nisri që po ban O për zëtën Hysen qit ka fal E po shflamurin që lyfton në man E po shat nonur fotor qit ka rrit E po shpoj fotor t'jut na posh dy syt Se nuk i më Na jetën apon me bafan Një pes që një pejtu të ja ka dhan Kur pes ma të fort nuk ka hasmi se kur tutet atëher një zbesan E për të boj për i tina e kështu Kam në të gjua ty, ty bë ku t'konon Që toja Hysen Tërpezës E ka një uftu kuna stërbis faqë zezës Rëndosh Kosovë ty të vërteta O, janë ditë qaftare Hysen Tërpezës